Gjyqtarja e gjykatës posaçme, Elsa Ulliri, me vendim numër 550 të datës 31 korrik 2026, konstatoi kalimin e afateve të paraburgimit dhe lë Ilir Beqe në arrest shtëpie. Kujtojmë që Beqe u arrestua në 2024 nga SPAK për dosjen SASPAK, pra dyshime për prokurime fiktive për projektet EUSR 2022-2023 dhe më pas u bëi pandehur dhe për koncesionin 100 milion euro të sterilizimit. Më herët në korrik për këtë çështje gjykata kundër korrupsionit i ktheu SPAK-ut për plotësim timesh dosjen me afat deri në 30 tetor. Karanja, çfarë do të thotë teknikisht, juridikisht te kalimi i afateve të paraburgimit? Neni 263 i kodit procedurës penale ka parasajkuar në mënyrë specifike se sa mund të jenë afatet e paraburgimit. Pra janë afate që janë të detyrueshme për të zbatuar. Dhe ne që flasim, për shkakun që themi për shumë raste procedimesh penale, kur prokurori e fut një person në burg, qoftë zyrtar të larg, qoftë një popull thjesht, ai i ve vetes lakun fyt. Pse? Është i detyruar se afatet e paraburgimit janë më të ndjeshme, se ti heq lirinë e personit. Dhe diskutimi është se arresti në burg, prandaj dhe ligji parashikon kriteret specifike të arrestit në burg. Vendoset ku çdo mas tjetër është e papërshtatshme, por Shqipëri tu smeret. Dhe në rasti Ilir Beqe. Sa është maksimali ai qëndrimit në paraburgim? Me gjithë 3 shkallët e gjyqësorit duhet të kaloj 3 vjet maksimale e paraburgimit, nëse kalon në shurje masës së sigurimit, edhe me pezullime e gjithë, pra po kaloj me afatit 3 vjeçar, tani ndodhin shurje paraburgimit ndodhin. Tani drejtësia e vjetër. Qofse ndodhte një shurje paraburgimi në drejtësinë e vjetër, po, prokurori vinte mblidhej komisione me sekonda, vinte pse u shujt paraburgimi dhe bëj analizë. Pse u shujt paraburgimi? Tani, cilat ishin argumentet e një prokurori në këtë rast? Më fala edhe diçka, ke shumë e drejtë pyetje. Marrim rastin e Martin Çeços. Martin Çeço është një i ri nga qyteti i Korçës, i cili është rëmbyer, është vrarë dhe është mbytur, është i lidhur militar me çarçaf në një liçen. Po. U arrestuan 4 persona dhe u dyshon për vrasje me paramendim në bashkëpunim. Po është rast tjetër. Okej, është liçeni. Ai çarçafit është rast tjetër dhe ai i zvarritur. Është shuajtur masë e sigurimit për 4 persona të akuzuar për vrasje. Nuk ndodhe kjo me drejtësinë e vjetër. Këta e kanë shkatruar drejtësinë më radh. Për vrasja ai është arrest shtëpi, ose merr pafajësi, s'ke prova, merret pafajësi, por jo ty të shuhet paraburgimi. Shkatrimi i sistemit të drejtësisë. Pra, shurja e paraburgimit është përjashtim. Ty po të shuhen paraburgimi, jo vetëm rasti Beqe, se Beqe me akuzat që është Beqe, unë jam prapë te rasti Erion Velis. Nuk është për çështje që duhet të jetë. Kjo është çështje, more ongre drek, songre drek, preve faturën e. Mirë, se ka është edhe sterilizimi që po këtu s'është. Po këtu s'është. Jo, shurja e paraburgimit nuk është për. Po s'është për këtu tash. Pra tash këtu është për çështje sekondare. Është për çështje jo për demi brirë, thjesht për propagandë, që ky, por nuk është për çështjen kryesore. Qofse ky sterilizimi do ishte mirë. S'ka akuzë, s'ka gjë, neve janë për mbylljen e çështjeve shpejt. Siç ka ndodhur më përpara me drejtësinë e vjetër, nuk kishe shanse të shkoshe 2 vjet, 3 vjet ishte në rast i radh, po mbaroje. Këto nuk punohet. Tu është shkatruar sistemi gjyqësor. Është shkatruar totalisht. Dhe shurja e paraburgimit për mua është më e rëndë rasti i Korçës. Sepse ky për akuzë që është u shujt s'ka një diçka. Domethënë çdo 2 muaj, por të shuhet masa paraburgimit për vrasje, për ndjekje, nuk ka drejtësi më në Shqipëri. Këtu dalim te afati arsyeshëm. Nuk mbarojnë gjyqjet se është shkatruar sistemi drejt. Cila ishte në atë kohë përgjigjja një prokurori kur të mblidhet ky komisioni aty dhe thotë: "O zotëri, pse tu lirua ky person që ti kishe në hetim?" Karanja shkarkojnë nga detyra prokurori hapte krahun. Nuk ka pas raste të tilla. Prokuroria ka qenë model. Ka qenë, për shkak unë mbaj mend, ka qenë prokuror Theodoris Sollaku që kam qenë vetë edhe mbrapa kanë qenë, domethënë, ndër prokurorët ka qenë kryeprokuror. Kryeprokuror nuk kishe shanse ty të shuhej paraburgimi. Me përjashtim në një rast veçantë, se ke raste të veçanta, por shurja e paraburgimit sistemi i drejtësisë sot është botrant, është bojsoj. Në çfarë justifikohet kjo sot? Askush pasoj. E harruam në burg? Si e justifikojmë Karanja? Domethënë kam pyetje shumë të sinqertë, sepse pyetja ime vjet në funksion të gjithë sistemit të drejtësisë të SPAK-ut gjykokos, një Shqipëri e gjithë me mbështetje ndërkombëtare. Kërkohet her pas here nga Komisioni Evropian, nga Departamenti Amerikan i Shtetit, goditja e figurave të larta shtetërore të përfshirë në korrupsion,
në pastrim parash, e tjera me radhë, qoftë të lidhur me grupet kriminale, arrestohen, qëndrojnë në paraburgim një afat saktuar dhe një ditë del se kanë kaluar afatet. Dhe pyetja lindësht, ore grupi prokurorëve dhe jetuesve aty, nuk patën kohë ta qepnin këtë dosje? A është kjo pyetje Karandxha për të qenë korrekt? Pyetja jote është e saktë dhe unë jam i drejt për drejt, nuk bëj dredha. Fajtor janë shkencëtarët e reformës drejtësi. Ata që janë marrë me reformën drejtësi, duhet e kishin parashikuar se si do baronin çështjet. Çështjet kanë prioritet. Ngarkesa 1, shkarkimi profesionistëve 2, se janë bë profesionistët, largimi për shkaqe politike, largimi për shkaqe të inateve personale, largimi i profesionistëve për shkaqe krajinore. Janë larguar njerëz për shkaqe krajinore, sepse nuk i duan. Po ja sot këta që janë, ç'a bëjnë? Këto që janë me një ngarkesë të tillë që nuk i mbajnë dot çështjen. Nuk mbajnë dot se është shkatruar sistemi i drejtësisë. Fakti që e lidhin dhe me raportin e Osakut të Departamentit Amerikan Shtetit, shtimin e korrupsionit si i pari në sistemin e drejtësisë, tregon për një dështim spektakolar. Propaganda çfarë bën se këta vazhdojnë me propagandë. Propaganda vazhdon thotë. Është rritur pandëshkueshmëria sot. Është rritur pavarësia. Atëherë e lidhin me korrupsionin. Atëherë kur ishte i varur nga politika, i ndashin lekët me politikën. Sot i morin lekët vetë, se kështu i bjash, është i pavarur. A thotë, po i merr lekët gjitha vetë. I ke lekët gjithë në dorë, është rrit shumë. Pra, me çfarë thonë këto shkencëtarë dhe me realitetin, çfarë thotë Departamenti Amerikan i Shtetit, dje këta ishin të varur nga politika dhe të korruptuar i ndanin lekët me politikën, sot i morin gjithë lekët vetë. A janë pavarur që po thotë. Por e vërteta është krejt ndryshe. E vërteta është sistemi i drejtësisë, largimi i profesionistëve, ulja, rritja e çështjeve dhe ti i ke fut njerëz se çdo çështje është prioritare. Për mua, lirimi i vrasit në Korçë, lirimi, të jemi dhe korrekt se mund të jenë të pafajshëm. Është parimi ndoshta në një person ose ka prova është gjë tjetër. Lirimi i një personi të dyshuar për vrasje, për shkak të çurreve të afatit të paraburgimit, është katrimi i sistemit drejtësisë. Dhe të bëhet një analizë në sistemin e drejtësisë, sa shurje masave të sigurimit janë bërë me dhjetra dhe unë jam kundra masave disiplinore, me thonë drejtën, sepse duhet marrin përgjegjësi shkencëtarët e reformës drejtësi. Ata antarët të cilët hoqën, antarët e KPA-s të cilët hoqën gjyqtarët e apelit u futën vetë. Pra këta duhet marrin përgjegjësi. Dhe këta janë fajtorët kryesorë. Sepse ne po të fillojmë me masa disiplinore është e padrejtë, sepse ti një prokurori i kalon 1000 dosje në dorë, e ke ngarkuar me çështje dhe në fund fare heq nga puna. Ndërkohë ato shkencëtarët madje Spaku këtu kam vrejtje për Spakun dhe unë e kam vrejtje, duhet një iniciativë urgjentisht për reformën drejtësi se pse janë vjedhur paratë e reformës në drejtësi. 400 milion euro ku kanë shkuar? Janë lekë të donatorëve. Po jo, më Karandxha se nuk ka bën Spaku aty, Spaku po të kërkon mandat të dytë tani, kërkon ti të bëhet. Ora janë vjedhur paratë e tim. Po nuk e bën bashkë, do sinqeritet. Të te i dorë pak nga moderimi. Nuk e bën, po kërkon mandat dytë. Ku do vena? Do vej prokuror në Kurbin, në Kuks, ku do vej prokurore? Arrohat më betani, për të qenë sinqert. Ç'ishte kjo vrim procedurale? Duke si një vrim nga ku lirohen, shuhen masat. Nuk është hera e parë. Në përgjithësi kur çështjet shkojnë tek personazh politik, tek ministra, tek deputet, tendenca dhe vrapimi hetimor, por ai përfaqësuesve që merren me çështjen, përpiqen gjithmonë të gjejnë pikërisht këto shtigje, këto hapësirë, këto bështogje, këto vakume ligjore dhe i shtyn çështjet në ekstrem, në atë tendencë, në atë drejtim për të përfituar. Procedura ka, përveç kësaj, ka dhe diçka tjetër brenda, si në rastin e Velijet, në rastin e Beqet, që ai hetohet për Saspakun, po kemi sterilizimin në laboratorin që s'po merret kush me të, se këtu te Saspaku janë taksa evropiane. Po në Gjyrosdaku ka qenë ky rast? Edhe është hetuar pothuajse për një gjë që ishte bërë ajo për të tjera që janë shumë më ndryshe. Edhe këtu, as sterilizimi, as laboratori nuk vinë si hetime thelbësore ku janë 100 milion euro para publike shqiptarësh. Po shkohet tek ato 100.000 para evropianë që ata duhen hetuar, Por ndonëse Olafi u hetua për para evropiane të abuzuara dhe për kushëri, për vile, për dasma, sigurisht nuk kemi çështje, s'kemi të pandehur. E një
tek Erion Velia sërish, nuk shkojmë te incineratorët të ndërtimit, por shkojmë te garderoba e fustanave. Pra, edhe orientimi që përvuri u bën shumë çështjeve, po i çon vetë tek procedura skaduese që përfituesit të jenë të pandehurit me pushtet. Pra nuk është rastësi, nuk është pakujdesi, as naivitet. Mund duket edhe kjo diçka e organizuar, dhe kush janë përfituesit? Politikanët dhe në fundit edhe ata prokurorë gjyqtar që presin mandatin e dytë si Shta Karança. E qartë. Basri Çollaku, unë të falenderoj shumë që të kisha sonte këtu në Skrimi, vlerësoj gjithçka që ju ndat. Ervin Karança, faleminderit shumë që ju pata sonte në këtë episod. Të dashur teleshikues, kjo ishte gjithçka që ne kishim përgatitur për mbrëmjen e kësaj të shtune, u përpoqëm të ndaleshim tek një sër çështje të cilat lidhen me aktualitetin kryesisht juridik, pra të drejtësisë, por edhe pak politika aty brenda, sepse çdo gjë në fund të ditës është politike dhe ne nuk i shmangemi dot. Për sa i përket çështjes fundit që trajtuam për lirimin nga masa arrest në burg në shtëpinë e Ilir Beqit, sigurisht gjithsecili meriton ato që drejtësia po i jep, dhe kjo është drejtësia në Shqipëri. Asgjë, sigurisht me lirimin e Ilir Beqit, shumë të tjerë mund të dalin, por sigurisht në fund të ditës kërkohet një lloj përgjegjësie nga ana e autoriteteve gjyqësore, autoriteteve të drejtësisë, për të qenë më të kujdesshëm që të paktën çështja në fund të ditës të pushohet se nuk ka prova, ose të vlerësohet që ky njeriu nuk është i rrezikshëm në bazë edhe të vendimit unifikues të gjykatës së lartë, ta lirojmë dhe të shkojnë në shtëpi. Por jo individi në fund të ditës të lirohet sepse te kalohen afat e paraburgimit, sepse kjo tregon një lloj, le të themi, aprofesionalizmi nga ana e prokurorëve e tuaj, të cilët merren me çështje të kësaj rëndësie. Ky është mesazhi që un kam, sigurisht është mesazh për të reflektuar nga ana e autoriteteve të drejtësisë të vendit tonë.